Mirë mbrëma, unë mendoj se merr me burra, jo me qesharak, po qesharak të një kalibër shumë të madh, si puna e Belinda Klliçit. Dëgjoni, unë kam shkuar në zonën apo në rrugën Marko Boçari, në një zyrë pune, për shkak se një bandë e Partisë Demokratike, e shoqëruar me televizionin kriminal të familjes, ka tërhequr zvarë gra dhe ka goditur një tjetër burrë atje. Shikoni që këta i kanë vrarë socialistët, unë e di. Kam qenë prezent 21 janar, kur këta kanë qelluar, kanë pushkatuar, e kanë vrarë socialistë dhe nuk janë penduar, nuk janë bërë pishman. Por nuk ndodh kurrë në botë që këta të pretin me dorë, qoftë edhe një socialist vetëm. Për ta arsye kam shkuar atje. Belinda Klliçin e kam thirrur unë të hyjë brenda zyrës. I kam treguar gjithë ambientet e zyrës, madje edhe të një magazine atje. I kam hapur frigorifer, i kam hapur lavatriçe që ishte në magazin atje. I kam treguar plaçka, i kam treguar kokoshka, i kam treguar ushqimet. Këto për këtë kategori janë. Dhe më ka thënë, unë nuk dyshoj se ti ke bler vota apo ti ke vjedhur vota. Nuk e bën ti këtë. As ti, as Pandeli Majko, as Fatmir Xhapa. Në zonë time elektorale, jo që s'është prekur votë me dorë, e cili do partije tjetër, po kur nuk është harxuar një lek dhe ja thash në sy ati mostre, që unë nuk kam lek për të blerë vota. Nuk kam pasur kur lek për të blerë vota në, nuk e di që nga viti 1996 e këtej. Dhe nuk kam lek për të blerë vota. Dhe nuk e bëj unë. Belindi dhe gjithsoj i ti e bën këtë punë, unë jo, kur në botë, dhe nuk ka një provë të vetme, që të akuzoj një njeri të vetëm, në teritorin nga Partia Socialiste, në teritorin e njësisë numër 5, ku jam unë përgjegjës politik, që të këtë blerë qoftë edhe një gjysmë vote, jo një votë. Belinda Klliçi mund vazhdoj, thotë çfarë të doj, e tjerë mëra, po e vërteta është krejt ndryshe. E vërteta është që banda e Belinda Klliçit, banda e shëtitëve e Belinda Klliçit në për Tiranë, ka sulmuar një ambient punë të socialistëve. Ka goditur një grua, ashtu siç ka goditur edhe një burr atje. Dhe kaq. Proces verbali që ka mbajtur policia e shtetit në prezencë të Belinda Klliçit ka evidentuar thjesht vetëm kokoshkat në zyrën e punës të Partisë Socialiste. Asgjë tjetër. E kanë kontrolluar cep në cep. Dhe unë kam kërkuar që edhe pakët e kokoshkave të hapeshin e të kontrollojnë se mos kishte leka të brenda. Dakor? Kjo është e vërteta. Në qoftë se vazhdon këtë histori, mbrapam ke Belind dhe gjithë Belindët e tjerë që rrinë bas teje për këtë histori, siç ligji edhe organet e drejtësisë e përcaktojnë.